Përshëndetje të nderuar shikues, ja kështu bashkë po takohemi sonte me emisionin më të ri që do t'u kushtohet grave dhe jo vetëm ekonomisë së grave dhe natyrisht jo vetëm ekonomisë së grave. Sonte do të nisim me një temë interesante. Do të sjellim për ju problemet të arriturat dhe vështirësitë në segmentin e bujqësisë. Në këtë segment në të cilin natyrisht gratë kanë arritur shumë, por kanë edhe problemet e cilat si të arriturat, por ashtu edhe problemet. Nganjëherë bëmi që nuk i vëmë re, por nuk do të thotë që nuk i vëmë re. E për këtë çështje natyrisht ne do të bisedojmë me mysafirët e ftuar në studio. Kemi 6 panelistë, por t'ju them që pas pjesës debatuese do të sjellim për ju edhe një shembull konkret nga tereni, nga puna në bujqësi. Kësaj radhe, reportazhin e parë kemi realizuar në fshatin Baba i Bokës të komunës së Gjakovës. Kështu do të prezantojmë mysafirët e ftuar sonte për ju. Kemi zonjën Shqipe Dema, është shefi autoritetit menaxhues në Ministrinë e Bujqësisë, mirë se erdhe zonja Dema. Kemi zotin Salis Salihu, zëvendës kryetari i parë në Komisionin për Bujqësi, mirë se erdhe zoti Salihu. Kemi zonjën Mirlinda Kusari Purrini, themeluese dhe drejtoresh e shoqatës safariste të gruas Shera, mirë se erdhe zonja Mirlinda. Kemi zonjën Linda Shala, antare e dhomës ekonomike të grave të Kosovës, gështatës, mirë se erdhe zonja Linda. Kemi po ashtu Farie Hotin, drejtoreshe kooperativës bujqësore Krusha në Krush, mirë se erdhe zonja Hoti. Dhe kemi Naim Gashi, profesor universitar dhe ekonomist, mirë se erdhe. Kështu, bisedën të ta filloj me zonjën Dema. Zonja Dema, fillimisht për të ditur se si po rrjedh segmenti apo puna në segmentin e bujqësisë, dëshiroj të dim që të gjithë se sa keni qenë të kënaqur ju personalisht me buxhetin që ka posedu Ministria e Bujqësisë dhe pastaj dalim te subvencionet e cilat edhe janë darë. Faleminderit edhe njëherë për ftesën. Sa ne jemi të kënaqur, është çështje, domethënë, debatuese. Për arsye se do të merren disa faktorë, kërkesat nga ana farmerëve, aplikacionet, edhe kapacitetet implementuese nga ana e ministrisë. Dihet që vitet e fundit është rrit buxheti, do të thotë është rrit buxheti për sektorin e bujqësisë, këtë vit kemi pas 43 milion. Po ashtu kemi edhe buxhet nga donatorët e ndryshëm, Komisioni Evropian dhe donatorë tjerë që kontribuojnë po ashtu në zbatimin e politikave dhe strategjisë tonë. Aplikacionet arrin 4 herë më shumë se sa që është buxheti në dispozicion. Mirë, po nuk do të thotë që të gjitha aplikacionet i plotësojnë kushtet, do të thotë për mu financu. Mirë, po prapë se është një numër i madh i aplikacioneve që mbesin të pa financore, projekte faktikisht, të pa financuar për shkak të mungesës së buxhetit. Ju e dini se sipas analizave që kanë dalë edhe nga donatorët e ndryshëm, do të thotë studimeve nga Banka Botërore, studimi sektorial nga Komisioni Evropian për IPA-2, do të thotë për instrumentin para antarësimit, ka dalë që sektori i bujqësisë është një ndër sektorët që mund të jep një kontribut shumë të madh në zhvillimin ekonomik. Po ashtu do të thotë, sipas analizave kemi një deficit shumë të madh tregtar të produkteve ushqimore, produkteve bujqësore. Kjo edhe shumë faktorë tjerë do të thotë na bëjnë që neve të mendojmë që faktikisht të jepëm, të fokusohemi edhe të jepëm një kontribut që sektorit të vazhdojë matutje. Mirë, po kemi edhe sfida tjera që ndërlidhen po ashtu edhe me strukturat administrative që janë në ministri edhe në agjencionin e pakesave ose agjencionin për zhvillimin e bujqësisë, që është agjencion i zbatues. Do të thotë, në anën tjetër kemi buxhetin aktual, buxhetin që ne synojmë, që është më i madh se sa që është aktual, donatorët edhe kapacitetet tona implementuese që fatkeqësisht nuk janë në koherencë, për arsye se kapaciteti implementuese, numri i personave, stafit që është në agjencionin e pagesave nuk është i mjaftueshme për zbatimin e programet në formën që duhet të jetë, do të thotë në të gjitha format e zhvillimit, do të thotë edhe të zbatimit e programit. Po, zonja Dema, nëse ndalemi konkretikisht tek buxheti, e tha që nuk jeni të kënaqur, mirë, po më intereson të di nga gjithë ajo pjesë e buxhetit, subvencionet e cilat janë darë për bujqit, konkretisht për gratë.
Nëse keni shifra, mund të adim sa ka gratë cilat kanë përfitu këtë vetë nga subvencionet e Ministrisë Bujqësisë? Po, gjithsesi kemi shifra. Do të thotë kemi shifra SOG, është numri aplikacioneve dhe sa janë përfituese. Do të ndërlidhna pak edhe me politika tona stimuluese, për arsye se ne gjithmonë e marrim parasysh çështjen gjinore, do të thotë prej fazës së diskutimit të programit, do të thotë kur ne i mbledhëm në ato grupet punuese që diskutojmë programin masa të ndryshme, e deri të do të thotë deri te publikimi ne gjithmonë i involvojmë edhe çështjen gjinore dhe marrim parasysh kërkesat e kësaj kategorie. Në këtë formë të thotë ne edhe i zgjedhëm edhe disa masa që janë më specifike për çështjen gjinore, do të thotë për gratë në zonat rurale, sidomos nuk e di, ju a keni vrejt, mirë po është një masë që e kemi zgjedhur është tire 302, që është fokus masë shumë të për gratë që janë në zonat rurale, që janë të fokusume në ekonomit familjare në shpe. Do të thotë, nuk është veç bujqësia. Këto aktivitete mbulojnë, kjo masë mbulon përveç përpunimit në shpe, do të thotë, mbulon edhe aktivitete tjera që janë artizanate, shërbime tjera, po që janë në zonat rurale. Do të thotë, programi jonë, përveç që përfshin, do të thotë, që është fokusi kryesor të bujqësia, përfshin edhe aktivitete tjera që janë në zonat rurale. Interesimi i grave është i mirë, do të arrin mbi 30%. Përfituese i kemi varet për masave, ashtu si thash, do të thotë që të masën 302 i kemi 25-26% përfituese, ndërsa për shembull janë masa industria agropërpunuese, që faktikisht femrat nuk janë shumë pronare të bizniseve, është numri më i vogël, ndërsa te farmerët drejt për drejta është dikun 18% shkon në varet për viteve. Mirë po një çështje shqetësuese që ne i kemi vrejt, do të thotë është që aplikacionet, femrat, do të thotë ndonjëherë aplikojnë, mirë po mbrapa aplikacioneve, nuk qëndrojnë femrat, po qëndrojnë burrat ose vllaznit, për shkak mi marrë ato poena që janë më shumë. Domethënë, ne kemi 2 poena stimuluese për çështjen gjinore. Kjo neve jo që na krijon problem, po nuk na jep një pasqyrë të qartë se sa do të thotë sa janë realitet femrat të angazhume. Sa ka raste të tilla, është numër i madh që veprojnë në mënyrë të tillë? Na nuk e dim sa ka, mirë po është evidente, do të thotë se mandej kur shkojmë inspeksioni me verifiku investimin edhe para investimit, do të thotë asnjëherë gjatë zbatimit programit nuk kemi të bëjmë me ato femrat që kanë aplikuar, po kemi të bëjmë ose me vllaznit e tyne, ose me baballarët e tyne, ose me burrat e tyne. Kjo është shqetësuese në atë masë që do të thotë këto 2 poena janë për mi stimulu ato, do të thotë që në konkurrencën mes tyne të kenë përparësi, mirë po fatkeqësisht kjo është evidente. Ne jemi të diskutu një farë forme se qysh me gjithë një instrument, do të thotë më ka maj kontrolu shumë kjo formë, se nuk po kemi qef me hikë ta 2 poena që janë stimulus për çështje gjinore, nuk kemi dëshirë, mirë po jemi të diskutu një farë forme se si do të mundim ma shumë me kontrolu këtë çështje, që në realitet kur të vjen çështjet e konkurenca me përfitu për arsye se kjo kategori konkuron edhe në mes vetit, është e mundshme që një farmere që është vërtet farmere, mundet me ra për shkak se një farmere tjetër që nuk është vërtet farmere, po që aplikon do të përdoret nga burri ose vllav ose burri, mundet mos më ko përfituese, po ndërlidha me ato që thash më herët, për arsye se numri i aplikuesve është shumë më i madh nga ajo që përfitojnë, edhe numri e atyne që përfitojnë është më i vogël se sa atyne që i plotësojnë kushtat. Edhe në këtë situatë mundet, të më thonë që mos me përfitu dikush që më të vërtet, është farmere që më të vërtet i plotëson kushtat, për arsye se një farë forme e keq përdorë dikush, ato 2 poena ata saj që është femër. Sigurisht minutat vazhdim do të flasim edhe për kushtet dhe kriteret që duhet plotësuar se cila nga gratë e cila aplikon për me marrë një subvencion dhe natyrisht për gjithë hulumtimet që bën Ministria e Bujqësisë këtë aspekt që mos ketë keq përdorime. Zoti Salihu, kur flasim për kuvendin e Kosovës, gjithë e dim që është vendi ku bëhen ligjet, punohet maksimalisht në për punimin e ligjeve, por kur flasim për zbatimin e tyre në terren, dëshiroj të di nga ana juaj si e vlerësoni ju apo sa jeni të kënaqur ju me vetë realizimin e atyre planeve të cilat edhe janë bërë kuvendin e Kosovës.
Fillimisht edhe përshëndes këtë emision i cili trajton faktikisht një kategori shumë të rëndësishme shoqërore të Kosovës, domthonë këtë rast domthonë gratë dhe vajzat e Kosovës, por edhe sektori i bujqësisë si një sektor që konsiderohet shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit tonë dhe që me të vërtetë si sektor ka një kapacitet të madh absorbues të fuqisë punëtore dhe në këtë kontekst kishte mund më kyç domthonë edhe gruaja e Kosovës në këtë sektor, por jo vetëm sektorin e prodhimit primar bujqësi, por edhe në sektorin e përpunimit të produkteve bujqësore. Në përgjithësi ligji e përcakton shumë qartë ligji mbi barazinë gjinore, sidomos në 13 kur është pyetje punësimit që si gratë edhe burrat kanë të drejtat e njëjta sa i përket aspektit të punësimit, por realisht në praktikë nganjëherë domthonë nuk zbatohet ligji. Ka diskriminim në këtë kuptim, sepse gjithnjë shihet se gruaja duhet përkujdeset më tepër për fëmijë, ka fëmijë dhe punëdhënësi sigurisht që këtë e din dhe nëse ka kandidat domthonë mashkull e preferon me marrë mashkullin, gjë që kjo mendoj se është domthonë një shkelje sepse duhet t'japi mundësinë e barabartë pavarësisht sepse shoqëria jo nuk mund thjesht të rritet nëse ne i diskriminojmë femrat nga punësimi. Interesimi i femrave në përgjithësi në Kosovë është dukshëm më i madh për të punuar. Edhe pse shkalla e papunësisë është shumë e lartë e grave në Kosovë, kjo tregon se shumë më papunësuar kena femra domethënë në Kosovë se sa meshkuj. Edhe kjo mendoj se duhet të ndryshojë. Është më interesant të ceket se kohëve të fundit po e vrej edhe në Fakultetin e Bujqësisë, ku numri i interesuarve për të studiuar bujqësinë, sidomos dy drejtimet e reja, agroekonomi dhe teknologjia ushqimore, është rreth 40% femra. Kjo tregon se janë të interesuar mjaft të punojnë. Mirë po, përkundër vulletit e dëshirës së femrave, domethënë që të punojnë këtë sektor, ne si shoqëri, si shtet në përgjithësi, ende nuk po mundemi mi ofru ato çka për shembull që ta ketë një të arme pas studimeve. Shumica e studentëve që mbarojnë studimet në Fakultetin e Bujqësisë thjesht përfundojnë si kamariere, domthonë me bachelor, me master si kamariere. Edhe unë shpesh them mu më habit ajo farë vullneti i të rive, sidomos i vajzave, për me kryer një fakultet, atë fuqi që e ka që unë du me kryer fakultetin, përkundër shpresës që është shumë e vogël për të punësuar. Kjo është shumë shqetësuese, zoti Saliu, këtë që e thoni ju, kur flasim kështu për studentet, për ata të cilët edhe po kryjnë kualifikimet e larta shkollore dhe s'kan vende pune, po ato gra cilat jetojnë themi në zonat rurale, ka dhe në zonat urbane, të cilat shprejnë nga dëshmërinë dhe dëshiren për të marrë me bujqësi. Po ato si mund gjinden atëherë? Pikrisht këtu deshta mund e lidh, domethënë gratë mund të kyqen në dy rrafshe, mund të kyqen direkt në procesin e punës, domethënë në prodhim primar të freskët, por edhe në përpunim, por edhe në menaxhim thjesht të bizneseve të tyre. Ka disa gra që i kanë ide edhe thjesht fillojnë me organizimin një kompanie të veten apo bashkë me shoqet e tjera dhe krijojnë në atë mënyrë rrjetin e grave të cilët prodhojnë dhe këtë kuptim e mbledhin domethënë këtë produktin që prodhojnë gratë nëpër fshatra. Janë disa punë që mund kryen, janë thujase pak më tepër edhe punë që janë sepse gratë janë më të shkata për punë të emta, sidomos kur është pyetje prodhimi i disa pemëve të emta, frutave të emta, të cilët ato do të ishin kryesisht punë të grave, që do të jenë më efikase në punë. Mirë po, unë them personalisht, bindja ime është që vetëm prodhimi primar, vetëm prodhimi i freskët nuk garanton një vend të qëndrueshëm të punës, për arsye se nëse s'ka përpunim, nëse s'ka përpunim të produktit bujqësor, faktikisht ajo përfundon shumë shpejt. Vendi i punës është sezonal dhe shkputet. Dhe po them që nëse e rrisni sektorin e përpunimit të produkteve bujqësore, ku me përpunim produktit bujqësor i shtohet vlera, mandej i rritet koha qëndrueshmërisë dhe ke mundësi me zonë çmimin shumë më të përshtatshëm gjatë sezonit dimror. Se na tash për tash kemi vetëm prodhime sezonale. Në prodhime sezonale është një dobësi shumë e madhe që për një herë gjitha produktet dalin. Dhe kur ka shumë produkte ne kena hiperprodhim, si pasojë kena çmimin shumë të ulët. Para mendos 6 cent kilogrami domates prej serave. Atëherë çka bën me 6 cent në kilogram? Dhe këtu është problemi. Duhet domosdoshmërisht si shtet e kemi për obligim me rrit sektorin e përpunimit që kish me mundsu punësimin e grave sepse është një sektor shumë i rëndësishëm ku gratë
me aftësit, me atë shkallësit që i kanë me punu, se është kryesisht punë që ma tepër kishte mi u shku, për shembull grave përdore, konzervimi i produkteve bujqësore. A ne e dim që tani për tani me të vërtet një numër, begi shumë para shpenzojmë jashtë vendit vetëm për produktet të konzervuara që i marrin nga vendet tjera, kryesisht nga fqinjt, e që përveç nështë apollimi cilësisë nuk po du të ashtë avem pyetje, por parat, rrjedhja e parat jashtë vendit është e dëmshme. Ne veç si ilustrim, rreth 1 miliard euro na vinë armitonca, si pas disa statistikave, 95% na shkojnë jashtë vendit kryesisht për produkte ushqimore. E kjo është e dëmshme për vendin tonë, sepse këto para, nëse i kanalizojmë në mënyrë dhe në kohë dhe në vendin e duhur, sigurisht se ka mundësi që këto para na mbet vendin tonë, edhe me rrit mundësinë e punësimit të kësaj kategorie jetike për shoqërinë tonë Kosovë. Zonja Purini, këthemi shoqate safariste të gruas Shera. Kjo shoqat gjithë e dim që funksionon që nga viti 99 në Kosovë dhe në kuadër të shumë projekteve të cilat ka realizuar për gra, natyrisht është fokusuar edhe në këte segment. Ka ndihmuar shumë gra me trajnime, me këshillime, edhe ndoshta edhe me ndarjet ndryshme të ndihmave kështu të saj përkasin bujqësisë. Mund të na thoni ju me konkretisht sa është punuar në këtë aspekt? Nga shoqata ju gjithmonë flasim, nga ajo që ju e drejtoni? Nga shoqata jonë, si që tha dhe vetë që nga 99 shtatori, kur kemi fillu me ju ndihmu grave që me trajnime, do më thonë kurset të biznesit, ku ato qëllimi atyre kurseve ka qenë që t'i ngritin kapacitetet e tyre, dhe njerit për të gjitha ato gra dhe vajzat të cilat kanë dashur që të fillojnë një biznes, apo edhe ato të tjera të cilat vetëm kanë pas biznese ekzistuese të vogla dhe mangësia e njohurive ka qenë që ato të trajnohen dhe të zhvillojnë dhe të krijojnë një biznes të qëndrueshëm. Sa i përket ne, si që shumë herë edhe kemi shprejat, se ne jemi qendra të Gjakovë, mirë po mbulojmë gjithë Kosovën, ku përfituesit të programeve dhe shërbimeve të cilat i ofron Shera janë të sektorëve të ndryshëm, jo vetëm të bujqësisë, mirë po edhe tregtisë, të industrisë, tekstilit, artizanateve, të gjitha sektorët, ku njerit kemi edhe një numër të madh të antarësimit të grave, ku çdo ditë edhe rritet interesimi i tyre, dhe njerit mund të them lirisht se sot është një ngritje e vetdijes së grave, faktikisht ku ato atë çka e kërkojnë në mungesë të informatave, në mungesë të rregut, ato çdo ditë drejtohen në shoqatën tonë, ku ne mundohemi t'ju ndihmojmë nëpërmjet të programeve të ndryshme. Siç e thatë edhe ju, na që nga 2012 fokusi kemi pas një projekt i cili është një projekt shumë i madh, i mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës dhe i cili mbaron faktikisht përmbyllet krejt në janar të 2016-s. Ky projekt, qëllimi i këtij projekti është i bazuar në 2 objektivat strategjike të qeverisë në planin e zhvillimit, në programin e bujqësisë në RDP. Në programin zhvillimor të bujqësisë në kuadër të Ministrisë Bujqësisë, ku njerit e kemi edhe një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe të mirë me Ministrinë, si në nivel qendror, ashtu edhe me drejtoritë e bujqësisë nëpër komuna. Ky projekt i përfshin 4 regjione, regjonin e Pejës, Gjakovës, Mitrovicës dhe Gjilani, duke përfshi edhe Mitrovicën Veriore, ku përfituese kanë qenë edhe grupet e grave të minoritetit serb në kuadër të këtij projekti. Qëllimi i këtij projekti ka qenë që nga fillimi, kur ato dëshirojnë të fillojnë një biznes, meqense pothuajse të gjitha ato gra, siç u cek edhe më parë në zonat rurale, ato gratë ndërmarrëse të cilat mirren me agrikulturë, ato vetëm zhvillojnë edhe kanë një traditë shumë vjeçare. Unë mendoj se ato barabar gjatë gjithë kohës punojnë, mund të them se edhe më shumë se meshkujt, pasi që gjinia mashkullore vetëm mundohet që ta plason produktin në treg, ndërsa ato e kryejnë krejt punën në fush edhe në punë tjera të cilat janë obligative për nëna, për gra, mirëmbajtja e shtëpisë, edukimi i fëmijëve e tjerë. Njerit
nga ky projekt, ne në fund të vitit do dalim me një analizë ku jemi duke punuar dhe faktikisht ka me qenë një krahasim ku e kemi mostrën e 1600 grave në 4 regionet, ku do të bëhet një krahasim i 2012-s me fundin e vitit të 2015-s, ku çfarë gjendje kanë qenë ato dhe ku kanë arrit. Përmes këtij projekti, përveç trajnimeve kursit të biznesit, ku ato e krijojnë një plan biznes, ne kemi edhe monitorimin dhe mentorimin. Gjatë 4 viteve ne në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Bujqësisë dhe me të gjitha ato skemat e granteve të cilat i ofron Ministria e Bujqësisë për mbështetje, sepse Shqipja shumë mirë i sqaroi edhe shumë probleme të cilat dalin aty, ku shumica agrave faktikisht aplikojnë, mirë po edhe shumica agrave ka një mungesë të njohurive, të informatës, kanë mungesë të qasjes në këto grante. Prandaj ne gjatë gjithë kohës mundohemi që ato edhe t'i ndihmojmë në mbushjen e aplikacioneve dhe në përfitimin e donacioneve jo vetëm nga skemat e granteve qeveritare, mirë po edhe nga donatorët të ndryshëm ndërkombëtar të cilët veprojnë në Kosovë. Sigurisht duhet vlerësuar punën që kanë bërë gjitha organizatat jo qeveritare në Kosovë, ashtu sikurse edhe organizatat që drejtoni ju që ka punuar maksimalisht me gratë e zonave të ndryshme të Kosovës, që ka qenë një përkrahje madhe nga ana juaj në këtë aspekt. Zonja Shala, ju jeni nga dhoma ekonomike të grave të Kosovës dhe sigurisht dhoma ekonomike tashmë ka bërë një evidentim të gjithë organizatave jo qeveritare në Kosovë. Si e vlerësoni ju punën që bëjnë organizatat jo qeveritare në këtë segment? A mund të themi që ka qenë ose vazhdon të jetë organizata jo qeveritare si një vend kyç i grave cilat mund të marrin një huri për vetëdijsim apo për avansim të pozitës së tyre dhe punës që bëjnë ato? Ajo çfarë dëshiroj me theksu në këtë rast unë me prezentu në emër të dhomës ekonomike të grave të Kosovës është fakti se ne e kemi situatën shumë të rëndë, shumë alarmante në pozitën, në pjesëmarrjen dhe pjesëmarrjen e gruas në tregun e punës të Kosovë. Sepse nga muhabeti që bëm deri tash krijohet një përshtypje që na kemi një zhvillim, që ka investime, që ka, por besomni që 43 milion të Ministrisë Bujqësisë për subvencione, të cilat janë para pa edhe që është si vjet një shumë pak më e madhe se zakonisht, është një pik ujë në deti në këtë rast në aspektin e zhvillimit bujqësisë dhe mbështetjes së grave fermere në Kosovë. Bujqësia, po mendoj, është një ndër shkencëtarisht që i kemi profesorin këtu, i cili është një segment i ekonomisë i cili mund të absorbojë një numër të madh të fuqisë punëtore me investime të vogla. Dhe ajo çfarë mund të themi se ne realisht po flas për 2008 se këndej për kohës kur kemi shpall pavarësinë, e kemi humbur rrugën kushtimisht për me e fuqizu këtë segment i cili kishte me siguru në rend të parë mirëqenjen e familjeve tona, po dhe angazhimin e gruas aty ku realisht kushtet ja mundsojnë ma lehtë angazhimin. Sipas endit statistikave ekzistojnë diku 200 migratë të cilat Kosovës, pra edhe këto jo statistika, po mënej pak mi marrë me rezerva, që gratë që në mënyrë aktive ose jo aktive marrin pjesë, do më thonë, në bujqësi. Por, ajo çfarë është më shqetësuesja, është fakti se ne nga një ulumtim i organizatës D4D, është që 8 gra nga 10 në Kosovë janë jashtë tregut të punës. Do më thonë, vetëm 1 nga 10 gratë punan, edhe vetëm 1 nga 10 gratë kërkon punë. Do me thonë, statistika është shumë alarmante për faktin se me këtë përqindje, mbi 80% të grave, të cilat as nuk marrin pjesë në tregun e punës, rangohen shtetet e pazhvilluara afrikane, edhe disa shtete me organizim të veçantë, siç është Arabia Saudite dhe Kuvajti. Do me thonë, na kemi ardhur në situatë me e pas këtë statistikë e cila mendoj që është shumë alarmante për qytetarin e Kosovës edhe për Kosovën përgjithësi. Bujqësia është një hapësirë ku ne duhet me gjetë veten sidomos në fuqizimin e gruas. Sepse kushtet, rrethanat, perceptimet tradicionale dhe mundësitë buxhetore që i kemi të limituara do të jepnin hapësirë për fuqizimin e gruas.
Ekziston një studim i Kombeve të Bashkume të organizatës FAO e cila thot, nëse grave në bujqësi ju jepen mundësit e njejta, sikur se burrave, atër ato janë gjendje me rrit produktivitetin e tëne, se është motivi shumë ma i shnosh se të burat, jo që s'potom që s'kan ata motiv, dhe mujnë me rrit produktivitetin e tyre derin 20 derin 30%. Dhe ajo automatikisht, do më thonë, mundet me ndiku në rritjen ekonomike të një vendi prej 2 dhe 4%. Na tankuan për lypim që 4% rritje ekonomike këti vendi. Po ekzistojnë hulumtimet dhe vlerësimet që i kanë bo njerëz edhe organizatat edhe bota edhe Evropa që realisht fokus duhet me pas bujqësinë. Ajo që mendoj që po paguajnë edhe gratë fermere një çmim të mos zhvillimit edhe mos krijimit mundësive të mjaftueshme që ato të sigurojnë mirëqenien ekonomike për vende dhe për familjet e tyre, është edhe fakti se na nuk kemi mungesa një strategjie. Kosova duhet me pas një strategji, edhe me fokusu në segmentet caktume. Cila do që tjetë? Mendoj që bujqësia aty duhet me pas një rol të caktum, një vend caktum, posaçërisht si ide, jo veç për zhvillim ekonomik, por dhe për angazhimin e gruas në tregun e punës. Politikat e bëra deri tash, përkundër të ju falemderu organizatave jo qeveritare, të ju falemderu donatorëve të huaj të cilët e kanë sensin edhe ndjejnë nevojën e investimit në bujqësi, sidomos në mbështetje të gruas, sepse benefitet janë të shumta për krejt shoqërinë, një themi një sensibilizim edhe i ministrisë për vitin e kaluar me një rritje të buxhetit, ndoshta do të krijoj mundësi, por mendoj që kemi humbur shumë kohë, edhe që këto mbështetje të cilat po u bën grave fermere kanë të bëjnë vetëm me grante dhe subvencione direkte të cilat mandej nuk e kanë vazhdimin, edhe realisht për fuqizimin e gruas në bujqësi, ekzistojnë edhe disa faktorë tjerë të cilat duhet të kriju në kushtet për me mujtë ato me qenë të barabarta në këtë tregun e punës Kosovë edhe me marë pjesë në mënyrë më aktive. Nga puna jonë në teren, sepse për realizimin e gjithë këti emisioni ka disa muaj që jemi angazhuar dhe jemi duke punuar, nga puna jonë e përditshme në teren dhe me gratë cilat meren ekskluzivisht me bujqësi, nga ajo që thatë ju zonja Linda del që shumica nga to që ne kemi takuar nuk kanë subvencione, nuk kanë grante ndryshme nga Ministria e Bujqësisë apo nga organizatat e tjera ndërkombëtare, por nga vetë dëshira. Shumica nga to punojnë nga vetë dëshira për të siguruar një ekonomi të vogël familjare, për të arritur për të mbajtur familjen e tyre. Sigurisht nga tereni, informacionet më të mira, po gjithë punën që bëhet na e sjell zonja Hoti nga Kooperativa Bujqësore Krusha. Zonja Hoti, si funksionon kjo kooperativa? Keni subvencione ju, a keni donacione nga organizatat e ndryshme për të funksionuar? Fillimisht, faleminderit për ftesën. Edhe unë i kom pas ato vështërsit në fillim, kur kom fillu në 2005 të në 2010 që nuk kom pas subvencione aqë sa duhet, po nuk është ndihmu ka pak me këshilla, të i falenderu prap organizatet jo qeveritare, po subvencionet, nëse kërkohet një subvencion, duhet me pas një bazë, se të dhja gru. Unë shumë mire për krajë zonjën Demaj, që ta mbrapa tin me pa qëndrojnë burët. Mos ekzistoft aja pa qenë edhe mashqit, po ajo gru kër e merë një pozit vetën, edhe i thët vetit, unë jam e zoja shpijës dhe do të nisi këtë biznis, ajo letë e qëndran dhe në fund. Na kemi pas vazhdimisht për krajje, për Ministrisë Bujqësisë, për donatorëve të ndryshme, kemi pas për GTZ Society, kur na kanë ndihmu me disa maqina, se kryesisht puna është punë mekanike, jo punë industriale, po ajo që neve nga ka motivu me punu, ka qenë konsumatori dhe ka qenë vetë dëshira për punë. Dijet në regionin tonë, sa ka pas njerëz të humbën dhe sa ka raste sociale, qëllimi jo në konë që na të ndihmojmë familjes tonë, të ndihmojmë rrethit tonë, që vetë ta marrëm iniciativin, o qëndrojmë që 10 vite në kom, për momentin kom fillu individualisht, në 2005, tash funksionojmë në 36 në sektorin e prodhimit, ndërsa 6 grupe indirekt që prodhojnë për neve. Të në 2014 në kom pas vetëm gratë e Krushës me vajza që studiojnë, po tash kemi edhe 4 fshat nga përreth që kanë kërku punë dhe janë punësu në aty. Procesi është
shumë i mirë, dhe më thonë, ajo është ka qëndron më miri që gjitha janë gra, raste sociale dhe gra dveja, po edhe disa studente që studiojnë në Universitetin e Prishtinës, edhe vinë aty ju ndihmojnë për pjesën e marketingut, se normal vajzat e kanë ma atraktive marketingun dhe prezentimin e produktit, po kryesisht aja neve që na ka dhonë me punu edhe me mbjetu, ka qenë konsumatori individualisht, kanë qenë organizatat jo qeveritare, kanë qenë vizitat në ndryshme që kanë ardhur njësë pikoreshtjes me pa që pa bëhet në Krushe, kanë qenë Ministria Bujqësisë që kemi pas vazhdimisht për krajën e tinëve në këshilla, po edhe në subvencione, po edhe ata pse kanë ndihmu gratë e Krushës, edhe ata që kanë dhonë mjetët për gratë e Krushës, kur kanë ardhur mas disa kohë me pa, e kanë pa që aty vetëm është të rritë prodhimi, të rritë numri punëtorëve, nuk muj me thonë që të ramë mirëqenia sociale, se ka shumë njerëz pa punë dhe gra, por na fatbarësisht me gjithë kapacitetin që kemi pas 5 themeluesit kooperativës, kemi arrit të sfidojmë edhe tregun në Zvicër, dhe më thonë që 2 vite bashkëpunojmë edhe me Zvicrën, po edhe 150 markete ekzistuese në Kosovë, kryesisht qendra tregtare më të mëdha. Po ato që e bojnë vlerësimin e produktit tonë, janë dur të artat grave që e bojnë, po edhe konsumatori që e vlerëson. Në më thonë që grave nuk duhet edhe shumë, me mu shtesin me parë dhe mi që mi thonë që to pare, po sa jo duhet me shti trunin funksion, edhe sa duhet me vendosë ato me punu. Une vjen një vizitor dhe më thotë dhe më arë me vizitu. Pavarësisht çfarë vizioni ka, po kurreshti me pa aty ku punohet, është e mirë se ardhen për neve. Pse në diskutime sipër, na nxjerrën diçka pi ati vizitorit, ose në marketing, ose në sasi, ose në cilësi, ose në punë. Kështu që gjithmonë duhet rjetizim edhe nëse një gru do me vendos për vetë vetën, duhet më konë vetë vetja, jo e impunune, jo e managjune pi burit, ose pi djalit, ose pi vjehrit. Edhe këto janë ato që gratë në biznes në Kosovë duhet me pas 3. Vetë vetja, qëndrimi në kom të veta, edhe fokusimin punë. Për ndryshe nëse imponohet për tjerëve, nuk ka me pas kur sukses. E dim që paragjikohet në Kosovë, pse gruja hec, pse gruja, po më të vërtet, gruja është aja shtylla që e krijon një familje, ma një familje edhe hec për para. Po zonja Hoti, mbi gjithë këtë ka qenë edhe dëshira vetë grave për të punuar në atë kooperativ me duart e tyre tarta dhe asnjëherë të zhgënjyra, pavarësisht fitimit që kanë pas ndoshta në vitet e para, duke mos e krahasuar se ndoshta tash qëndrojnë më mirë se sa para 5-6 vjeteve kur ka filluar puna aty, por dëshira e tyre për të arritur diku ta mbajnë familjen, të thotë pavarësisht punës që kryjnë, pavarësisht lodhjes që ju shkakton ajo punë, ato kanë qenë të forta ta përballojnë gjithë vështirësinë për të mbajtur familjen e tyne. Kjo është shumë e rëndësishme nga gratë që punojnë në kooperativë dhe shumë organizatat e tjera. Sigurisht, profesori Gashi, nga aspekti ekonomik na tregon se sa është rëndësishme që jo vetëm gratë, po themi që ta punojnë tokën apo të merren edhe me punët e bujqësisë. Ajo që duhet të thëmë është duhet dal një hap para, tregoj se pse është i rëndësishëm sektori bujqësisë në përgjithësi në Kosovë dhe posaçërisht për gratë, për çka edhe jemi mbledh sot këtu. Të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vendore edhe institutet shkencore kanë përcaktuar se Kosova i ka disa përparësi investive në raport edhe me rajonin edhe raportet se sa ne jemi konkurrent për ato produkte dhe sektori bujqësisë, do të thotë sektori minjerave dhe mineraleve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, i turizmit, janë sektorët strategjik në cilët Kosova ka kapacitete edhe është konkurrente për të investuar. Sa i përket sektorit bujqësisë, duhet bëjmë një dallim, për shembull po i marr 2 ekstremet, sektorin e energjisë dhe minjerave, që është prioriteti i Kosovës dhe kem kapacitete shumë fuqishme, dhe sektorin e bujqësisë. Në sektorin e industrisë, kostoja për një vend pune është mbi 100.000 euro, ndërsa në sektorin e bujqësisë, kostoja për një vend pune është 10 deri në 18.000 euro, varësisht prej sektorit. Do të thotë, tash ne si shoqëri duhet bëjmë dallimin mes orientimit ton zhvillimor dhe orientimit ton që të luftojmë domthon papunësinë dhe varfrinë. Dhe papunësia dhe varfria luftohet duke krijuar vende pune dhe jo duke nëpërmes skemave sociale. Lufta më e suksesshme kundër varfrisë nuk janë skemat sociale, por është sektori i punësimit. Dhe
kur jemi të punësimi, kostaja me ullët është ndërmarrjet e voglat mes me sektori bujqësisë dhe i turizmit, zakonisht turizmi rural, për cilat Kosova ka kapacitete. Në sektorin e bujqësisë, unë mendoj se sa i përket qasjes së grave, janë të nevojshme dy komponenta kryesore. E para, Kosovës i mungon një strategji për zhvillimin e grave ndërmarrëse. Kosova nuk e ka strategji. Janë diku në për ligje ato 1 ose 2 pika, po Kosova nuk ka një strategji të mirëfillt për zhvillimin e ndërmarrësisë së grave. E para, edhe e dyta, Kosova e ka një ligj për barazi gjinore, i cili fatkeqësisht nuk respektohet, dhe Kosova ka nevojë për monitorimin në nivel nacional të atij ligji se sa po investohet ose jo. Zonja Shala përmendi shumë mirë nga perspektiva e grave biznese kanë bën një studim. Kosovës shumë mirë që është bëj studim. Kosovës i nevojitet një studim nacional se sa po respektohet ligji për barazi gjinore, ku bën pjesë edhe ndërmarrësia e grave. Dhe ai ligj fatkeqësisht nuk zbatohet. Edhe te Ministria e Bujqësisë e përmendi zonja, i përmendi shifrat 18, 20%, 30%, 15%. Janë shifrat të papërfillshme për arsye se gratë në Kosovë përbëjnë 50% të popullatës. Dhe tendenca jo nuk duhet jetë 10%, nuk duhet jetë 20%, po duhet jetë barazia e plot. Unë nga gjitha praktikat e vendeve demokratike, vendeve të zhvilluara, nëse mund të ma gjeni një vend demokratik i cili ka pa barazi gjinore dhe është i zhvilluar ekonomikisht, unë do të shkruaj një kuriozitet sot. Do të thotë qelësi i zhvillimit ekonomik Kosovës është barazia. Përderisa gratë dhe burrat Kosovë nuk janë barabartë, kur Kosova nuk do të jetë një vend i zhvilluar ekonomikisht. Ti heqëm ato monarkitë arabe, ato tjerat, unë po flas për vende demokratike për çka jemi përcaktuar ne si shoqëri. Dhe po e marr një shembull. Subvencionet të cilat i jep Ministria e Bujqësisë, aplikacionet e tyre janë më të vështira për të plotësuar se sa aplikacionet të cilat i jep Komisioni Evropian. Dhe çka po bëjmë ne? Ne po i thrasim gratë ndërmarrëse që të aplikojnë për subvencione në bujqësi, ndërsa ne paraprakisht i kemi përjashtuar ato nga subvencionet për arsye se ja kemi qit një murin mes. Nga kërkesat e shumta që duhet të Absolutisht, aplikacioni i Ministrisë Bujqësisë është më i vështirë se aplikacioni i Komisionit Evropian. Dhe çka duhet bëj Ministria? Duhet i thjeshtoj procedurat. Nuk mund ne të kërkojmë nga një grua ndërmarrëse, domethënë që të jetë edhe auditore, edhe kontabiliste, edhe eksperte marketingut edhe gjitha ato tjerat. Ministria e Bujqësisë duhet, jo veç Ministria e Bujqësisë, po institucionet e Kosovës duhet krijojnë kapacitete absorbuese për gratë ndërmarrëse. Një faktor tjetër që duhet ta përmendi është politika fiskale. Një grua ndërmarrëse, siç është ajo e Krushës, është e barabartë me një paguan tatime njësoj sikur një korporatë në Kosovë. Ku ndodh kjo? Vetëm Kosovë. Politika fiskale duhet jetë favorizuese për gratë ndërmarrëse. Dhe në momentin që një grua e hap një biznes, ajo me automatizëm duhet përjashtohet 2 vite, 3 vite, 5 vite nga taksa. Se është e pamundshme një grua në përfshatrat e Kosovës sot e hap një biznes dhe nesër t'i paguaj të gjitha tatimet shtetit Kosovës. Më falni, vetëm Kosova është vend i cili e ka një politikë fiskale tillë. Është mirë që Kosova ka filluar reformimin e politikës fiskale. Mirë po, nuk janë të mjaftueshme ato reforma. Dhe reforma duhet fillojnë pikërisht nga gratë ndërmarrëse. Për arsye se gjitha këto pasoja kur ne ajo që e përmendi zonja Shala na shqetëson gjithëve ku vetëm 1 nga 10 gra është e punësuar, atëherë ne i kemi 2 parti politike që sot e qeverisin Kosovën, që të dyjat e kanë pas prioritet gruan. Dhe shikoni emërtimet që bëhen për institucione publike ku unë nuk po shoh emrat grave. Në fakt, ky është diskriminim i cili po fillon. Dhe çka duhet bëj? Nuk duhet bëhet trajtimi i vetëm një sektori se si ta fuqizojmë gruan, për shembull sektorin e bujqësisë. Jo, unë jam i thtarë i asaj që si ta fuqizojmë gruan, mas pari në arsim, në ndërmarrësi dhe mandej me subvencione me politika fiskale. Nëse ne kemi një strategji nacionale për zhvillimin e grave ndërmarrëse, atëherë ne do t'i trajtojmë të gjitha këto probleme veç e veç. Unë, për shembull, Ministria e Bujqësisë ka kapacitete, edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, që ta krijoj një ekip prej 5-6 vetave të cilat do t'ju ndihmojnë grave afariste që t'i bëjnë planet e biznesit konform ligjit i cili kërkohet. Më falni, procedura duhet thjeshtohen, byrokracia është muri ndërmjet grave dhe zhvillimit ekonomik. Ajo byrokraci duhet rënohet. Dhe do të thotë edhe një problem tjetër është.
Problemi i papunësisë grave fillon domethënë që nga familja, edhe perceptimi shoqërisë në përgjithësi. Mua më pengon shumë kur një grua suksesshme me njëherë janë gjesëm një besht mrapa, thojmë e ka burrin e fortë, ose dajën e fortë, ose djalin e fortë, ose dikun tjetër. Më fal. Nuk mendohet që ajo ka arrit vetë aty. Më fal, unë për vete më ka pengu shumë ka qenë një grua suksesshme në Kosovë dhe me njëherë u bo publike se jo i ka ndihmu kjo ose ai. Unë e mora një shembull thjesht, isha duke i kontrolluar testet e studentëve. Prej 12 studentëve në fatin e qershorit që e kanë marrë 100% pikë, më fal, 10 kanë qenë femra, vetëm 2 mashkuj. Dhe ajo mua në bën, do të thotë, të besoj se gratë dhe burrat janë të barabartë nëse ju krijohen kushte të barabarta. Në momentin që ne ju qesëm barriera atyne, atëherë mos presëm ne që gratë do të thotë të zhvillohen, përderisa ne kemi një politikë fiskale e cila nuk i favorizon gratë. Përderisa ne kemi një politikë të subvencioneve që nuk i favorizon gratë, përderisa ne kemi një politikë kreditore të bankave komerciale në Kosovë që nuk i favorizon gratë, atëherë si mund të presëm një shoqëri e cila, do të thonë, e ka diskriminu femrën për shekuj me radhë, të presëm që 5 vite ose 10 vite ato të bëhen barabarta me meshkuj. Më fal, nuk ekziston ajo mundësi. Ti kthemi, po zonja Kusar. Se shumë bukur e përmendet edhe këto që mungon një strategji nivel kombëtar. Mirë po Linda e pat edhe fjallën për strategjin e zhvillimit ekonomik e nivel kombëtar në përgjithësi. E në kitë rast, kur flasim për gratë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, faktikisht ata në kuadër strategjisë për kombëtare për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla të mesme, ata e kanë kuadër të asaj strategjie, e kanë qëllimin e 7 strategjik ku është vetëm për gratë si përmarrëse. Edhe faktikisht janë edhe politikat të cilat janë kriju, mirë po nuk zbatohen, janë të nënshkruar për i qeverisë, që nga 2010-a, mirë po nuk implementohen. Edhe krejt ato që ka e thatë ju, aja ka të bëj e në ato 4 politika që janë bashkimit evropian, ku vendet e rajonit vetëm kanë fillu mi zbatu, edhe faktikisht kryohen edhe fondet e veçanta, bugjeti i veçant ku mbështetën gratë si përmarrëse në ato vende, mirë po e në Kosovë faktikisht nuk kemi diçka të veçant e cila do të shkoj vetëm në mbështetjen e bizneseve të grave. Pse? Shumë herë kemi kërkuar dhe thojnë që nuk dëshirojmë më bë diskriminim. Të gjithë qytetarët janë barabartë. Këtë di, mirë po ne jemi gjithkohën duke kërkuar një diskriminim pozitiv, sepse janë shumë pengesa të grave në biznes ku për shembull nuk i plotësojnë kriteret të cilat janë si nga granta qeveritare, në këtë rast edhe Ministria e Bujqësisë ku e ka kriter kolateralin, ku gratë nuk e posedojnë ato vetëm 10%, tash me statistika më të reja deri në 14% të grave kanë pronë mbi vete, mirë po prapa jo nuk është mjaftueshme, sepse faktikisht shkojnë aplikojnë ato gra ndoshta që nuk e kanë ato. Edhe gjatë gjithë kohës ne kërkojmë që të formohen kriteret e veçanta. Sa i përket strategjisë së grave si përmarrëse në Kosovë nivel kombëtar, ne jemi duke punuar në atë, vetëm jemi duke prit një përgjigje dhe faktikisht atyre së bashku me të gjitha organizatat e grave do t'ulem, do të formohen grupet edhe me institucionet qeveritare, respektivisht Ministritë përkatëse, që ta hartojmë një strategji nivel kombëtar ku atyre do të dihet edhe do të ndahen në bazë të objektivave. Unë mendoj edhe shpresojmë që të ndahet për buxhetit të konsoliduar të Kosovës sa i përket edhe edukimit, trajnimeve profesionale që janë nevojita grave në biznes, sa i përket krijimit të ambientit të politikave kornizës logjike më të favorshme, sa i përket edhe kreditimit, me qenë kredi garantuse ku është formu tashti edhe fondi garantus, mirë po prap jam nuk mendoj që kanë me përfitu shumë gratë nga i fond kreditor garantus, ma shumë përfitojnë. Nuk e di çfarë kritere do të ketë aty. Nuk përjashtohet mundësia që në për shumë ligje në Kosovë gjen ndonjë nen ose dy i cili i favorizon gratë. Ideja është nuk mjafton një nen i një ligje që të fuqizon, ideja është që ne ta kemi një strategji nacionale e cila do të kalojnë në qeveri dhe në parlamentin e Kosovës e cila
cila i fuqizon gratë ndërmarrëse, ku përmbledhen edhe sektori bujqësisë për cilin po flasëm ne sot, po edhe të gjithë sektorët e tjerë. Dhe kjo është aktualisht nëpërmes neneve është edhe tjetra. Ligji për barazi gjinore, unë i bëj thirrje Kuvendit Kosovës që të filloj monitorimin e atij ligji se sa po zbatohet në Kosovë. Dhe atëherë ne shehum se ku është pozicioni grave. Dhe fatkeqësisht ka qenë edhe një premtim elektoral që gratë domethënë do t'ju mësohet femrave për të studiuar falas në Universitetin e Prishtinës. Ai premtim nuk është mbajtur, i bëj thirrje qeverisë që ta mban atë premtim, do të thotë që t'ju mundson vajzave shkollimin falas në Universitetin e Prishtinës dhe strehimin në qendrën e studentëve. Po, zoti Saliu po kërkon fjalën. U diskutu këtu rreth kushteve që ka Kosova për më marrë me bujqësi dhe është fakt që Kosova ka kushte klimatike shumë përshtatshme dhe fakt hala më i mirë është që e kena edhe rinin, domethënë shumë vitale, edhe shëndosh, edhe shumë ngritur. Kanë vullnet, kanë potencial për me punu, dhe problemi qëndron se ne me politikat që e kena dhe me bugjetin që e kena, ne nuk mund ju bo balë shteteve fqinje. Po supozojmë Kosova ka dikon tash që të vetë rreth 23 milion subvencione në të gjitha fushat, por e marrë shembull Maqedonin, ku i ka rreth 130 milion euro subvencione. Dhe me ligjit e ekonomisë tregut, domethënë ekonomia e tregut, ata mund të qellin çka do qoftë në Kosovë. Nuk ka ndonjë barierë, ndonjë masë mbrojtje që të importit të produkteve të huaja që me në Kosovë. Edhe në këtë kuptim ta marrë shembull kostën e prodhimit të Kosovë në raport me kostën e prodhimit në Maqedoni ose në Serbi. Themi ne importojmë naftën, që ka çmë më të lartë, nuk ka domosdoshmë subvencion të naftës. Ne importojmë farën, gjithashtu e ngrit kostën e prodhimit. Ne importojmë plerat dhe preparatet kimike. Të gjitha këto sprodhohen në Kosovë. Këto janë inpute që të arritin kostën e prodhimit. Dhe produkti shembull i shalqinit, 1 kg shalqin në Kosovë kushton 20 cent. Pi Maqedonisë ta bin me 17 cent Kosovë. Vetëm kostoja e prodhimit Kosovë kushton. Dhe kufiri është qel, ata e ngarkojnë pe Maqedonisë ta bin Kosovë bile merr subvencion edhe nëse eksporton domethënë jashtë vendit në Maqedoni. Domethënë, po domethënë që nuk është vetëm këtë rast ngjecje pse gratë nuk janë angazhuar ose nuk kanë mbështetje, por në përgjithësi si sektor është në pozicion shumë të vështirë në raport me rajonin. Dhe unë mendoj se përderisa nuk e sjellin përgjithësi farmerin kosovar pa dallim në pozitë barabartë me farmerin e regionit, ne nuk mund të flasim për një zhvillim të bujqësisë si degë e ekonomisë. Këtu ka ngjecje domosdoshmërisht. Unë mendoj se duhet bërë disa politika, disa masa mbrojtëse të sezonale të produkteve bujqësore, ku për shembull ta mbrojmë çmimin e produktit vendor, sepse them që edhe produkti vendor është më cilësor. Kena për shembull diell për orës 5 në mëngjesit deri ora 10 natës, domethënë ne s'mund të krahasohemi me shtetet tjera, të themi me Austri, Gjermani, ku nuk e kanë këto kushte që si ne i kemi. Prandaj mendoj që ne në këtë drejtim duhet bërë më shumë si qeveria, domethënë për të politikat bujqësore, edhe normalisht që kur është fjala të trajnimet apo të edukimi i femrave, muj me thonë që janë me mira trajnimet femrave për sektorin e bujqësisë. Nuk di se sa shpenzimet janë bën. Mi kështu ato shpenzime ndoshta s'kan përfitu gratë, sa shpenzimet janë bën atë drejtim. Nuk ka si rezultat. Këtë problemi është te politika që i bën shteti. Pavarësisht që kryesorja nuk kanë sjellë rezultat, Tash shembullin unë e befazon për të mirë edhe e inkurajoj që të punoj edhe rastet e tjera duhet të ketë shumë më shumë. Tash nuk duhet ndoshta të kufizohemi te rasti i Krushës ose një rast tjetër. Rastet e tjera duhet të ketë në anën banë Kosovës dhe ka iniciativa, ka gratë zoja, por ne nuk kjo zoja Hoti po thotë që duhet me marrë iniciativë. Më të vërtet iniciativë merr, por sot në qoftë se shkon në një bankë, merr një kredi, kredia kur me bujqësi nuk mundesh me kthyer atë kredi. Është e pamundur se norma interesave është shumë e lartë. Nëse bazohesh se me prodhimin bujqësor me mbulu kredin, e pamundur është. Nuk është problemi që ndoshta vetëm gratë s'kan të drejtë. Natyrisht gratë janë më të diskriminuar në këtë aspekt se vetëm 3% prej kredituesve janë gra, këtë janë burra, por problemi është që janë shumë të larta në përgjithësi, janë të ngulfat në zhvillimin ekonomik të vendit dhe na jemi dëshmitar të gjithë se nuk kena zhvillim ekonomik të vendit. Edhe me tutje kena shumë një disbalancë ku më shumë eksportojmë para e sjellim mall nga vende tjera. Sigurisht do të flasim edhe për çështjen e eksportit. Zonja Hoti përmendi që këta Linda, po më fal. Për ligjin për barazinë gjinore, për këto fuqizimin e gruas në biznes, fuqizimin e gruas në treg, në bujqësinë krejt.
Parimisht, Kosova, gratë e Kosovës të cilat sot marrin pjesë janë diku 12% të cilat kanë biznese, kryesisht janë mikrobiznese, kryesisht bizneset e grave janë biznese prej 1 deri në 3 punëtor, dhe ajo që ligjet tona janë diskriminuese në raport me gratë, që na veç fjalë ti kemi shumë të mdhaja, është e dhëna se gratë e vetë punësuara e që bëjnë shumicën e grave të cilat marrin pjesë në tregun e punës, ne i kemi përjashtuar nga trajtimi social me rastin e pushimit lehonis, edhe me rastin e mos e pozon do i smundje. Do me thonë, një grua vetë punësuar nuk ka drejt edhe nuk ka asistencën e nevojshme sociale me rastin e pushimit lehonis. Do me thonë, gratë që punojnë në institucione shtetërore edhe në kompani private, do me thonë, ato realisht e kanë statusin. Por ato që janë vetë punësuara, e ato janë realisht shumica e grave të cilat sot marrin në tregun e punës, ne nuk ju kemi dhënë qatë drejtën elementare e një pushimi e leonis edhe një asistence 6 mujore minimale të cilën e siguron shteti Kosovës. Përveç kësaj përjashtohet nga shumë të drejta të tjera nga institucionet shtetërore. Gratë të cilat marrin pjesë janë participuese në tregu në bujqësi, janë kryesisht gratë vetë punësuara dhe ato i kemi përjashtuar. Nuk i kemi bashkë ligjet e mira, kemi edhe ligje nene të cilat janë diskriminuese, do më thonë që duhet mu përmisu, por edhe që to tjerat me u edhe gratë e Kosovës historikisht e kanë tregu që janë të afta, që kanë iniciativë, kjo shumë e rëndësishme, se në botë është promovim i hatashëm për me inicu gratë me shprej iniciativën për ndërmarrësi. Gratë e Kosovës iniciativën për ndërmarrësi e kanë shprej shumë herët, viteve të 90-ta janë ato që e kanë majtë Kosovën, që i kanë qelë dyrë të oborit me pundore edhe me tregti e kanë majtë kështë shoqëri në kushtet prej në kushtet në regjimit Miloševićit. Në më thonë, ndërmarësia, ndjesia për ndërmarësi nuk është kontestuese në Kosovë. Po duhet mu kriju kushtet esenciale që ato ne mi audhon hapsiren në një farë mënyre, me këtë trajtim na i kemi dekurajuar dhe ato as nuk punojnë, po çka është ma tragjike, as nuk lypin punë. E kjo është diçka që duhet me ndryshu rëndësisht në politikat e ardhshme nëse dëshirojmë një zhvillim mirëfillt të këtij vendi. Ndalemi pak tek zonja Demaj, vjen nga institucione qeveritare dhe zoti Gashi përmendi çështjen e politikave për subvencione. Zonja Demaj, është menduar ndonjëherë për lehtësimin e këtyre politikave rreth subvencioneve të grave, për procedurave? Faktikisht po e ndëgjova edhe bashkë për këtë çështje po do me diskutone, por përmenda fillim kur fillu me diskutu do të thotë tash që është një proces. Do të thotë një proces nga bërja politikave e deri te zbatimi i projektit. Ne fillimisht kur i përgatisim masat na i involvojmë shoqatat, grupet e farmerëve, edhe femra edhe mashkuj. Po do mund ndërlidh edhe me lindjen një farë procesi vetë iniciatives. Mashkujt vinë, femrat pak marrin pjesë. Po do më thonë, kjo është një hap mrapa, se për arsye se në qatë moment ato nuk janë gjendje me, nuk i shprehin ato nevojën e vetë. Mandej, është procesi kur i bëjmë politikat edhe shballim programin. Ndërkohë kemi projekte tjera të shërbimeve këshillimore, profesori nuk o ka informum, po kemi projekte shërbimeve këshillimore që ju ndihmojnë farmerëve, edhe këtu prioritet ju kemi thonë femrave për me përgatit biznes planet. Po du mund dalë pak të politika përgjithshme e programit. Programi jonë është program nacional, që i përfshin gjitha kategorit, gjitha moshat. Mirë për mrena programit ju dhanë disa stimulime çështjes gjinore edhe të rive. Këtu janë ndërlidhura edhe një po du me nda një ndamjen mes subvencioneve dhe programit zhvillimit rural që i thrasim grante. Subvencioni jepet pa kritere për persona që kanë të mbjellun, ose që posedojnë një njësi, ose krerë, ose fidane, ose pem, ose ndërsa, programi zhvillimit rural, aplikuesi aplikon me biznes plan. Përveç në disa raste ku i kemi projektet më të vogla se 20.000 euro. Ne, se këtu, e kom përmend edhe shumë herë do të thotë në debatet ndryshme, se na bëjmë bajagi shumë diskutime me partnerët social, që kështu, jo në televizion, po që organizojmë. Sektori bujqësisë është specifik, dhe më thonë përfituesi, paras publike, vetëm sektorin e bujqësisë është individual, dhe më thonë të gjitha parat publike shkojnë, është përfituesi publik, ndërsa në sektorin e bujqësisë është individual.
po e marrëm, filan fisteki përfiton deri, ne kemi grantin maksimal dhe 200.000 euro, granti përfiton. Normalisht që kriteret do të me konë të forta, kontrollueshmëria do të me konë shumë e fort. Në pak pa hinë mision, na e diskutum që ato që prirja e farmerëve për me përfitu, ma shumë se sa që është gjithmonë, nuk është veç tëna, është gjithkonë është, të më thonë. Po e unë normale, gjithkonë. Mirë po, mandej është pjesa jonë që qesim kritere, do më thonë sa ma shumë e kone verifikushma, ja, për arsye se gjithsesi na do të me thonë përgjithsi, po e shpenzojmë pare në taksa paguzve. Edhe kjo është ajo çështja. Kur i bëjmë kritere, do të thotë, ato fillojnë në atë pjesën ku thash që diskutojmë me partnerët social, grupe punuese, përfaqësues farmerëve, përfaqësues të komunave, përfaqësues ndryshme. Edhe universitetin e involvojmë. Ato do të thotë nëse nuk marrin pjesë dhe pse ne nuk bazohemi krejt, do të thotë, nuk përgatitet programe veç në diskutime. Janë atë analiza sektoriale që na i bojnë nga institucionet pavarura, jo të ministrisë, do të jenë institucionet pavarura. Edhe marrëm konsiderat dhe gjitha mandej shkojmë deri te, mirë po në fakt në fillim. Mandej të punësimi, është realitet që punësimi jo formal në sektorin e bujqësisë në zonat rurale është shumë i madh, do të thotë, edhe këtu po do më nis nga ajo që diskriminimi, sa vetë na vetëm për diskriminojmë, qofse na po lejojmë që me apliku në emën tonë, bla bla bla, qofse na po lejojmë që se tash e kemi bon edhe një kriter, për arsye se në këtë Kosovën tonë, 40 milion, ose 50 milion, baja shumë, na duhet imbledhëm me indikator të punësimit, faktikisht. Nuk është diçka... Tani, sepse jemi tek minutat e fundit. Nuk është diçka që na vish du të mjë dho pare, do më thonë, janë indikator që imbledhëm për shdo vjetë, sa kena kriju punësim, sa kena rritë prodhimtarin, janë indikator. Edhe tash ne kemi qitë një indikator që duhet na patjetër me mbledhë, është edhe politike qeverisë, me ditë sa po punësojna më këtë sektor, me programin e zhvillimit rural, sa po punësojna. Edhe duhet mu deklaru në atë kë, sa persona i ka punësu filan fistike që e ka marë, për shembull, 1 grant 200.000 euro. Edhe në këtë rast e kina, për shembull, nuk e deklaron as motrën, as grun, ose në qato që që ka apliku, e deklaron djalin, e deklaron veten, edhe na po vetë një falforme si gjini, jemi të i leju një falforme që mu keq përdor në atë kuptimin që do të me insistu vetë në këtë çështjen familjare, sidomos kur të kemi të bajnë me zonat rurale. Gjdo shumica e ndërmarjeve bujqësore kanë të punësum, gratë punojnë gratë, po si janë deklaru në kërkon, as marrin rrugë, si javlojnë rrugën, jo që si javlojnë rrugën, pa as ato gjysorari, se kemi në punësim më orarë, plote gjysorari, të rifar formët punësimit. Do të të mirë, po kja është qështje që dohet me një farë iniciative, një farë, që me thonë, një farë këmgullësie edhe nga ona e vetë femrës që është e inkuadrume në sektorin e bujqësisë, zonat role. Pa morë parësis në sektorin e bujqësisë. Po, zështë e ka... Apostrofova veç një shambull, me qenë se jem para audiencës të respektum, na kem përgjithësi për fjale publike që e flasëm, për ato që e thashën e se sa janë vështira aplikacionet, unë ju bëj thirrje juve studio edhe gjithë audiencës, le të hynë faqet Ministrinë e Bujqësisë dhe le të shohin se sa refuzime janë aplikacion i pa kompletuar. Do më thonë që s'kam pas mundësi njerëzit mi kompletu, ju garantoj që ato janë 95%. Edhe dhe mos se bajnë përgjithësi publike për fjallin që e flasën. Që janë të refuzume si dokumentacioni pa kompletuar. Si dokumentacioni pa kompletume. Edhe une nuk besoj që 95% të aplikuesve nuk i kanë bili njohurit elementare për të aplikuar. Vesh u kote më. Në website janë këto. Qëfar përgjithësie, dohet me kërku në qofë se një person kërkon nga shteti, mi adhon ma shumë se 20.000 euro, 50.000 euro, edhe një fotokopje të njoftimit për me identifiku veta, nuk e bjen qysh, apëten. Jo, ajo është elementare, diskutohet në normalisht që a i del dokumentacioni pa plëtsum, se ti si paspori nuk mund është as me identifiku kush është. Kjo nuk mund është janë qështje... Që janë 95% aplikacioni pa 95% të rasteve, po të betona i kemi që si rastesh. 95% të rasteve, nuk i kemi raste, që kanë të bajnë, ase ata që marrin se me të vërtit aplikojnë seriosisht, ata i përdorin edhe ato metoda, ato ndihma tjera që tash për ndihmesa për biznes plane tjera, çështje tjera që janë. Mirë po, e kemi diskutu këto, është çështje që është diskutu edhe në ministri. Mirë po, çfarë serioziteti ka një person që nuk e bën kopjen e letërnjoftimit dhe aplikon, domethënë.
Nuk është kjo. Është një faktor atë. Jo i ka, mama, e ka listën e dokumentacioneve. Veç po duhen është pak me plotësu që drejtim është fakt që shumë aplikacione kësaj radhe që kanë apliku për grante dhe subvencione janë këthy si dokumentat të pa kompletuara. Edhe tash, unë paka shumë, e di që ju ketë nuk mundi mi kontrolu, a është përgjithësi e juja, duhet mi kontrolu, por e di dhe faktin që shumica e aplikuesve farmerëve aplikojnë ditën e fundit dhe është problem mi më rrinë krejt dhe shumë dokumenta për shembull ditën e fundit nuk mungon diçka. Mirë po tani nuk ju ka thonë masanera mi thirë në telefon një nga një, eja nëse ky dokument mungon. Me vetë faktin që ka 5 fish ma shumë aplikacione, se sa ka mundësi bugjetore mi ndimu ata, mi mbështet ata, me një farë mënyre krijohet a diçka, si kanë dokumentat gati këta, si kanë kompletuar e refuzojmë let, sepse ka shumë aplikues. Në qëtë sens më ndohet kanë shku pak, mirë po në mendoj se pavarësisht se mund ndodhë që për një dokument vogël, për shembull nuk i gjiro llogarin në bank, dhe ti e ke refuzu, ndërkaq mund të jetë në një gabim, nuk është arsyeja me refuzu një investitor që është serioz, pse se ka një gjiro-llogari në rregull. Po ta diskutojmë në pika të shkurtra edhe një çështje tjetër me që jemi tek bujqësia dhe tek prodhimet tona. Zonja Hoti përmendi që kooperativa bujqësore Krusha mund të themi lirisht që ka një treg të mirë të siguruar për produktet cilat i prodhon dhe i konservon, përmendet Zvicrën, Kosovën, marketet më të mëdha në Kosovë ku shpërndahen. Mirë po, shumica agrave të tjera cilat i kemi takuar në terren dhe që jo vetëm produktet bujqësore, themi speca cilat punohen në Krushë, por produktet e tjera kanë problem tregun, nuk mund të kenë qasjen e tregun e Kosovës, apo hasim vështërsi me çmimet e ulta, nëse mundem pika shkurta sepse jemi tek minutat e fundit. Zonja Purini? Se ato kam problem me tregun. Për shembull, faria në këtë rast e ka të regjistrume, është biznes legal, e ka brandin e vetë dhe gjitha komunat me eksportu, ose mundet edhe me depërtu në tregun e mbrenqëm. Gra tjera prodhojnë, përpunojnë, mirë po ato nuk janë biznese legale. Ato janë biznese informale, edhe nuk muj me thonë një statistik të sakt sa përqind gjithë farmerëve në Kosovë, ata punojnë jo formalisht. Kjo është një problem shumë i madh, nëse dëshirojmë me pa qëndrueshmëri edhe me pa që përritet numri i të punësuarve, ajo duhet me legalizuat buxhet, ku përfitojnë të gjithë. Faktikisht edhe ju nifet produkti në treg, e ka një adres ku vetë klienti mundet me kërku atë produkt. Kjo është problemi kryesor tek gratë, për shembull në këtë rast, mirë po edhe tek tjerë, se nuk kanë qasje. Edhe qasje në treg. Kiso me rëndësia është formale ajo. 5 euro kushton bileta autobusit prej Pezë në Prishtinë. Po folim për pjesë e regionin e Kosovës ku është, hajde po folim për pemtarinë edhe perimtarinë që është ma zhvillume. 5 euro kushton një drejtim, 5 euro në tjetrin. 10 euro me pagu autobusin, po qka duhet me shit ajo, edhe so shumë duhet me shit për me nxjerr veç biletën e autobusit. është abon, parja, vetëm dërlidha me Lindën, vetëm pak, shumë është rëndësishme. Shumë shkurt sepse po e përmbyllim. Paria ka kriju rjetin, gjitha gratë nuk ka nevojë më ardhe dhe me shit produktin. E në Bec, me rrethin, me fshatra tjerë, si që Ceku dhe profesori është shumë i rëndësishme zinxhiri i vlerës, është shumë e rëndësishme me kriju ndërmarrje sociale, qysh është e farijes. Edhe atje janë 40 gra, 40 sera i kemi shpërnda, ato kultivojnë dredhza, edhe tash produkti nuk ka nevojë ato me shku mi plasu. E në fshat është bo pika grumbulluse, aty grumbullohet produkti edhe shkon direkt. Lecimi madh për ata shumë një ato dhe mardë me ka 2-3 tegla. Por është të gra që e shojnë shumë shkurt. Më mundësu më tepër me pas panajire në për qendrat të Kosovës, me shku mi plasu ato, mi fshit që ato mjetë dhe mësme do të runin ma ljarë. Na 5 vite kemi punu në marketing. 5 vite kum shpëndzu parën e gatshme, të viju Prishtinë, Prizren, Gjakov, Gjilan. Jëm shku 5 herë me një market. E kum qu gajbicën pa paketim. Jëm thërë marketet, ndodh, aty ka qenë drejtori. Ka tonë së është drejtori këtu, jëmë shku. Prap, deri sa kom shti në treg. Dhe më thonë, nuk janë vendishme që duhet me shpenzu për treg, me qëndru në brand mirë, me pas një brishkim të mirë, po jo me bo tiketa, pa tiketa me qitë në shtandë dhe s'pa dijet ku shpeshet. Më thonë, kjo është aja Zoti Sali, ka përmbyllim edhe me mendimin e juaj? Kjo është shumë e rëndësishme.
që në munges të respektimit ligjit dhe shumë kontrata nuk respektohen. Për marrë shembull, pikat e grumbullimit e luajnë një rol shumë të rëndësishëm në rritizimin e thjesht e prodhimit primar edhe thjesht grumbullimit produktit dhe shitjes së matutjeshme. Zoja Hoti përkujdeset për shitjen e matutjeshme, do procesimin dhe shitjen e matutjeshme, të tjerët prodhojnë për të mirë, po nëse farmerët janë të kontraktuar të zonja Hoti, nëse farmerët kanë tash një çmim pak më të mirë tek sa që është kontraktuar, nuk e respektojnë këto sepse ligji respektohet dhe nuk ka kur farmosa kundër tyre, po nëse zonja Hoti e fen ligjin, nuk ja merr produkt nëse çmimi ka luajt, faktikisht o bë shumë i lartë, prap nuk ka masa. Për këtë arsye them që ne kem thjesht problem edhe me respektimin e ligjit. Unë mendoj se në çdo komunë duhet ketë në kodrat e shërbimeve shëndetësore nga një njeri i cili flet gjuhën angleze me vizë që ka mundësi me dalë jashtë vendit dhe me u lumtu tregun evropian, se nuk mjafton vetëm tregu i mbrëmshëm, se prodhim primar kena vetëm për sezonal në kohën e sezonës, atëherë të gjithë prodhojnë në Kosovë. Por për tregun e jashtëm na duhet me lumtu tregun dhe kush duhet me qenë garantues? Garantues me qenë kryetarët e komunave, por edhe qeveria. Duhet me lidh me subvencion. Nëse thu e ke bën marrëveshjen me zonjën Hoti, më ia çu produktin, se ke respektuar marrëveshjen, ti largohesh nga lista e subvencioneve. Spaku që ke një mos dhe në këtë mënyrë mundet me një farë mënyrë me vedisulon ka dal, se nuk du me lut fjalë se pavarësisht se vetë kam 20 cent, ashta 2-3 cent më pak, por në mot ndoshta unë kam llogari. Dhe pa kriju që kjo vedi dhe pa unol thjesht me mend dikush përgjithësi për mos realizimin e kontratës, o problem që ky zinxhiri prodhues përpunues pi grumbullimi shitje me të tjeshme me funksionu. Po, faleminderit shumë. Vitin e kaluar kom pas njëjtën problem. Domethënë akon prodhimi shumë i mangët në Kosovë, nuk ka pas frut sa duhet. Edhe kanë lujt në çmim. Domethënë me kanë lënë punëtorët pa punuar, ka qenë për 1 cent më atje. Fermer të regionit ton. Këtë vit ka frut plot. Më thonë edhe janë ala për momentin të zbatu marrëveshjen, po nëse i pët një mundësi për një tregtarit më të fortë dhe që e pagun kesh, jo për mes zhërë llogaris, ai automatikisht lënë edhe i qënë atje. Që nuk do duhet të ndodhte ashtu. Faleminderit shumë që ishit sonte mysafir, ju uroj punë të mbarë që të gjithëve, ndërsa në vazhdim do të sjellim edhe reportazhin e përgatitur në fshatin Baba i Bokës, komunën e Gjakovës, me zonjën Shkurta Rustemi, një shembull shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë, me prodhimin e pemëve të imta, me një ndihmesë shumë të vogël para shumë vitesh, por tash kur ajo ka bërë shumë vjet në prodhimin e pemëve të imta, ajo tashmë prodhon mbi 5 hektar tokë. Ju ftojmë ta shohim bashkë. Fshati Baba i Bokës në komunën e Gjakovës është fshat i njohur për prodhimin e kulturave të imta bujqësore, në veçanti për kultivimin e frutave të imta. Në këtë fshat, ajo që veçohet për kultivimin e frutave të imta është fermerja Shkurta Rustemi, e cila është treguar mjaft të suksesshme në bujqësi. Shkurtja që nga viti 2002 merret me kultivimin dhe përpunimin e pemëve të imta. Ajo përveç këtyre merret edhe me kultivimin e shumë kulturave të tjera bujqësore. Ne vizituam fermeren Shkurta Rustemi, me të cilën biseduam për punën dhe angazhimin e saj disa vjeçar në mbjelljen dhe përpunimin e pemëve të imta, si dredza, mjedra, manafera, rushi i cerezit e të tjera. Ja kemi fillu me bujqësi për viti 2002, ku kemi 4 hektar të mbjellura me pemë timta, drez, manather, mjeder, kem aroni, kem rush cerezit. Këtë pjesë është mbjellura me pemë timta? Po, këtë pjesë me pemë timta. Ky lloj është mjeder, lloj pollka, ku e fryt pe që shoj tek të nësat bjebora. Dhe më thënë, ka prodhim sa dush. Kjo është manafer. E shojmë edhe atje poshtë e plantacion. Po, kjo është rushi i cerezit. Tu i kemi një 2 arit mjellë me rush cerezit, ku në fillim nuk e kanë kuptu çka është, mirë po
gradualisht tash e kanë kuptu edhe shkon me një çmim shumë të mirë të 4 euro. Deri në 4 euro kilogrami. Po, kilogrami. Të 4 euro. Se më përpara nuk e kanë njoft. Vetëm që ka kom përdorë për përpunim ose për lëng sa për nevojat mia. Se nuk e pas Po jo, nuk kam pas kërkesa dhe nuk e kanë njoft. Kur e kanë pru pe i Anglie këtë sortë nuk e kanë njoft, e kanë pas problem që s'kanë pa kur njëherë. E tash veç s'kam problem veç aki. Këtë pjesë është me këtë lloj rrushi. Krejtje pjesë është me rrush sërezit. Kemi edhe të bardhë edhe të kuq. Edhe janë 3 llojesh ku pjeken një lloj ma herë, 2 lloje ma vonë. Edhe për treg se kam problem hiç. Ku i shet zakonisht këto zënësh? Këto i shes, si veti kom shit ma shumë në TC, ma shumë ose krejt. Shes vinë me përësi i marin, për zëren, qështu. Do më thonë, krejt i kom të shitne. Krejt, puna ju është vesh mi... Puna janë vesh mi mbledh, mi bo grumullimin, mi paketu edhe mi quë në TC kem. Se kem një farë kontrate për mi quë në TC në pi grumullimit ku i shkepin e për krejt Kosova të rë, këto pëmtim ta. Si rrushin, mjeden, më në theren. Të tregun e kitë sigurum? Po, tregun e kom sigurum. Edhe shumë i me knjashnë, sepse ku të tregu sigurum, edhe ki vullnet edhe ma shumë me punë, se bod nuk e ban dertin e tregut, se për parë kem pas shumë vështirë. S'kem pas ku mi shite, ishe ngarkume, besa, a thuni pi vjeli pa po më shiten, e tash nuk e kem problem as një pi. E kem krejt madhen e shitun. Me vullnetin matë madhe i punon. Po, atër me vullnetin matë madhe, besa atër që edhe me shtu plantacion, ku të shkon, ku të ki frytun e prodhimin në shitja, adit shitun. Kjo tash, kjo mjedra, ja ka fillu me në qeshor, dhe me thonë që një muj imi ka vjelim të, ku këto pjeken për çdo ditë vjelim. Shumë të mira, kanë në lloj pesticide? Jo, nuk kanë. Jo, një te që tash jo se... A muj me provu? Provu, lirisht. Jo, nuk janë... Shumë e shishme. Shumë. Tash edhe shkoha e tyne, sigurisht. Po, koha tyne. Apo ka kërkesa për mjedrën, për me ble mjedrën? Po, ka kërkesa shumë. Edhe mjedrën e qojmë një TC, edhe më në aferën e qojmë një TC, dhe më nësë se s'kem problem për shitje hiq. Zonja Rustemi të regon se nga 10 hektar tokë që kanë me familje, po thuaj se tërë sipërfaqen e mbjellin me pemë temta. Ajo thot si avlen të meret me bujqësi, pasi që si pasaj me këtë pun, po arrin të sigurojnë të ardhura për familjen. Une punoj bashkë me fëmi, me burë, ka marrë edhe gjatë vjeljes edhe punëtor, sezonal, marrë edhe gjatë përshanë prashitjes, jo puna fizike e ronë e marrë prashitin. Vish mas shumë të i merë punëtor, marrë qika ose gratë cilat janë kry familjarë, ose që janë nevojshme. Që ju ndihmoni? Po, që ju ndihmoj, po, të ju fru punë. Shumë. Tash pjesën tjetër kitë mbjellur? Pjesën tjetër kam mjeder, kam manafer, kam seret mjellun, speca, patligjone. Edhe ato... Kem aranin. Aronin e kitë mbjellun? Po, edhe aronin dhe ta shohim aposh ku të shkujmë atje. Kem këtu fidanishten, ku jemi edhe si prodhus fidanesh. Që i shitni në kohën e... Po, kohën ja fillon 7 orë të kej ka fundit të torit. Pas veç keni fillu me i bogati, sigurisht për mi shiten 7 orë fidane. Po që do t'i shojmë që fidanit. Që të jenë fidanit, ku është ka bot përgaditja aty në 7 orë për mbjellje, që të jenë fidanit e manaferës. Kem edhe fidanit rrushit cerezit ma poshtë. Kem edhe fidanit aronis. Kem gjitha që të në pëmëve tima shkaj kem këtu të mjellë, kem edhe fidanisht. Edhe për shqiti nuk e kem problem, se nivel komune se kem fitu një fartenderi për fidanisht. Edhe në për qytetet tjera, vinë, marin, pa shmërdajnë se kemi licencen, adi pa problem. Do të ju si familje jeni e njohur për prodhimin e pemëve timta? Po, për 2002-tes. Jo vetëm rretin e ju i Gjakovës, po në tërë Kosovën.
sigurisht se ne jemi të parë, cilët kemi mjellë të pëmë timta, ku në fillim ka qenë një vështërsi shumë e madhe, mirë po gradualisht, edhe fëmija më kanë punu shumë, edhe ne i kemë përkushtu shumë, si s'kem pas asë një mjetë punës mirë, po të punu hi kredit e blej, tash i kom të gjitha mjetit ku edhe puna kryet ma letë edhe ma mirë. Kujdesin më të madhin e bëj une. Pse tham, se burri është me treg. Unë e krejt ujitjen e bëj vetë. Tash ku të nevojë për shembull, ose ka baroja, ose vetë duhet që të me punu, duhet me vadi, duhet, krejt jem më shumë vetë, dhe burri, po ky më shumë në treg. Ky ka punë tjera që mirët me treg. Sa ko brenda ditës punon ti me pëmë timta, apo gjithë dita ju shkon me këtë punë? Tash mas i ka fillu vjelja, edhe koha shumë në 10 punoj, visin 4 ora që une. 4 mëngjes, 10 para dite. 10. Atërea fillojmë pej 4 mas dite, tek të në 8 ora, 9. Te sa të rrotë bënd vjelja. Do të thëtë kur të freskohet? Po, kur të freskohet se në gjysë dite nuk përbën, se edhe në 10, edhe fryti ku të vjeljet në 10 nuk bën, se asë nuk qëndran, edhe dëm të uhet. Edhe e shfrytëzoni kohën e para ditës të freskët? Po, ku të freskët, edhe të mas ditës. Për vjelje dhe për vjelje. Komplet jetesa juaj, ekonomia juaj familjare është prej bujqësisë? Krejt prej bujqësisë, kem ka katarë në veç prej bujqësie. Edhe thamë me pëmë timta, jo që po thamon, se unë javë kom paharin mirë shumë, jo si e mbo qaqë, pasonike, po nuk e kom zgadohen kërkuna dhe i kom shkollu thmin, me qëtu. Ke arrit me mbajt familje? Po, me mbajt familje. Edhe kjo pun i përfrojt gjitha gratë, cilat kanë dëshirë me punu më marrë me qëto pëmë timta, se kjo pun familjare. Pun që e bon krejt familja, jo vetëm burri për shembull ose gruaja. Krejt fëmija, burri, gruaja, kjo pun familjare. Edhe në këtë pun që e vështirë, po është edhe profitabile shumë. Zonja Shkurte, që ju lindi ideja juve të filloni të merreni me pëmë timta? Prej ka ideja që të filloni me këtë punë? 2002 shoqata Intercorporation ka shkep që si pëmë timta. Mirë po ku erdhe anglezi, edhe paftë u këntan tha bond vetëm kumull. Edhe unë dhe shprova, thash po kem qef drezë me gjithë burë. Edhe ku bjen pazar në Gjakovi, blen një 200 fidane drezë, edhe ke mjellë pon këtë shpat këtu. O kone Shkurti, kur mas 2 jave po vjen tash mi po plan, edhe kam i mjellë ato kumla, edhe ku i ka pa drezat, besoni ka shpurdh, me s'kem shli fa në zemje për fundit qaqë, se to ka shumë zallore, edhe ta mëne përshtatëshën për shtu pëmë timta. Edhe se ka besu. Që aty kem fitu projektin 14.000 fidane drezë. Atre në ka po mjeder, manafer, i kem mjell, i kem pas, i kem ponu, kanë pas dhe 2-3 fermert mjellën, po si kanë ponu, si në nevojshëm se kanë pas dikon jashtë edhe. Ka pas kusht? Na imi konë nevojshëm, kem ponu, qështu. Edhe tash prej 2002-ës ju vazhdimisht merreni me? Po, vazhdimisht. Prodhimin dhe kultivimin e pëmëve timta. Po, krejt mirë me këto pëmë timta, se unë jem po mdo këtë edhe jem mishru me to se shumë kom qef dhe me punua. Edhe ja kem pa hajrin. Kjo është forma e paketimit që ju bëni? Po, me këtë paketim e shesim në për ETC, e qojmë, është 250 gramshe, kjo shqitet 80 cent. 80 cent. Po. Këtë paketim e keni ble, apo? Po, këta kemi ble. Këta e keni ble të gatshëm? Po, e kemi ble të gatshëm. A është të vështirë mu vjelë, këto?
pak mjedra është pak më vështirë se si me gjemba. E pak më vështirë manafera ju. Manafera është pa therr, është më lehtë me vjeli. Tash kjo është e gatshme për Po, kjo është e gatshme. Për shitje. Këto do i me mushme manafera. Po me manafera. Unë pas një me pëmë tim, ta kam si hobi edhe punimin e këtyre specave, se kam zë si tradit familjare. Shtinje të ushime ka 2-3.000 kg. Se kam thomen 5x5 si do bak, edhe kom pas me golet, kom ti që 3-4 vite, i furnizoj me të shi, ata i bojnë me kajmaka i qesin treg, unë i furnizoj me të shi. Ta shpej gushtit, ja filloj. Po, me punimin e të shive, me të shi. Veç është hafun sezona. Sepse tash në këto marojnë sezona, gjatë dimnit, tarë ka, po duhet me të shi me si... Me shfrytzu vere maksimalisht me punët e bujqësisë për me mujt me rrit. Se dhe fëmija në shkollë për duhet. Mës milion keq. Zonja Shkurtë, gjithë këtë vend 4 hektar që keni mbjellura me pemë timta, po ashtu edhe me speca dhe me perimet të tjera, keni ndonjë subvencion nga Ministria e Bujqësisë apo nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, keni ndonjë ndihmë? Po në fillim ne ka ndihmu që kështë qata intercorporation me Fidane. Në ka ngritë, se kur një thmi këtë rëzote, ta ka për dorë, ta ngritë, qëtu ne ka ngritë neve, edhe falenderoj shumë. Atër ja kem flokin punu vetë. Ne ka ndihmu me Fidane, ne ka ndihmu me sistem të itjes, mirë po, ne kem pas për mi këthuj Fidane, mi kompenzue. Edhe shoqata Swiss Kontakt, ne ka ndihmu me shumë trajnime, ma ka probe ekspertin 2 vite ku më kam mësu me përpunue Reqelin, Gjemin, Leangun, ku falendroj shumë, edhe shoqatën Swiss Kontakt. Një çështje tjetër që përmend zonja Shkurtë që është e rëndësishme për këtë familje është sigurimi i tregut për shitjen e këtyre pemëve. Familja Rustemi që kur ka filluar të merret me këtë veprimtari bujqësore nuk kanë hasë vështërsinë e treg, ndoshta pse në tregun ton ka munguar ky lloj i pemëve. Sipas Shkurtës, qytetarët këto lloj të pemëve të imta i kërkojnë të freskëta. Kjo është manafera që ja ka fillue. Ja ka fillue që një javë ditë për mu vjel, edhe më ka vjelim për çdo ditë, ku i qojmë edhe manaferën, e qojmë në ETC edhe në për Gjakov. E shkepim. A ka kërkesa për manafera? Po, ka kërkesa. Edhe ju sigurisht në shpe për punani për... Edhe shka është e vogël, si është për trege për punaj. Nuk ka problem. Edhe me manafer ka fitim, së kur me mjeder, se edhe këtu, edhe me frytin, edhe për punjan, edhe Fidanin, dhe me thonë, s'ki humbje kur gja. Këto është me punu ma kollaj. Ta është kishta lastar, si e ndalë. Ta është që kësi ka dhonë fryt, si vjetë si peshini, në 8 orë këtë heket. Atër lidhen qëta lastar të ri, për vitin e ashtë nëse jepin fryt. Edhe këtu kem krejt me sistem të jitjes pik-pik. Edhe këto? Po, krejt fushën, shka kem mjellu kem me sistem pik-pik. Është uj... E kem ujnë, si postafat është ta për qëto bim, kem 5 kilometra në elë, që atje vjen me shtypjet lirë. Edhe i ujtim këto pa ndërprejt, ashtë dhe mësë se koha në zejtë. Se mes më ujtë, këto shkojnë e prishin. Këto që janë tamam të gatshme për mu vjelen shumë lehtë. Po, se në pjekne. Janë të pjekme po, shka është, se është e pa pjekne,
Tash së kur kjo si shihet se është e pjekni, po që është Në fakt në gjystë është po, e në pjekni. gjystë. Ajo edhe këputet ma vështirë, edhe së është e pjekni. Kjo tash veç është përgatitne për treg. Është e gatshme. Po, une, po së qërështë janoj, ka që ishne, ka një doshka din, veç dishka pak ma, më konë pak ma frest. Po, me fresk. edhe mjedrave dhe manaferave dhe roshë, ku të qenë treg, gjithë javnoj ka një që se ishne. Shkurte Rustemi tha se si familje janë të kënaqur që merren me bujqësi, pasi si pasaj puna e tyre është fitim prurse. Ajo tregon se sa shumë kanë kërkesa për shitje, nuk mund të prodhojnë. Duke e parë lëvërdin nga bujqësia, Shkurtja thot se në të ardhmen kanë synime që të rrisin sipërfaqet e mbjellura. Pasi se vizitum manaferën ku janë të dhëtarit, dhe të kalojmë të Aronia, ku është Aronia dhe kjo është bim edhe kjo është pemë e imt. po, edhe kjo është pemë e imt, ku kem mjell vjetë, të më dhona është një vjeqar, Kjo viti po viti dytë, po, si kemi mbjell. Edhe ka pas shumë sukses dhe po shihet, kjo ka dishka vitamin ma shumë se këto manafera, se mjedra. Sa ka kërkesa për këta? Për këta ka kërkesa shumë, se në Kosovë s'ka të mjellën një 2 vetë, disi kanë mjellën, visi vetë kem shkep në do fidani kanë mjellë, se s'ka shumë Aroni në Kosovë. Për çka përdoret kjo zonja Shkurte? A muj pak me? Po, mundesh. Kur bëhet kjo për me bje? Kjo tash është në gusht, veç ka fillu që po shihet. Kjo mundet edhe mi shit e fresket, mundet edhe mi tirë. Edhe kjo përdoret për punimin e langjeve? Po, përdoret. Përdoret edhe kështu mi honë. Këta s'mundesh mi honë mi se 20, se ka që ka vitamin, se ma shumë s'mundesh. Kjo dhe më honë ka vitamina ma shumë se ta në këto pëmë tjera. Këtë fidan kushta ka pru? Këta në ka pru Banka Evropiane. Banka Evropiane. Po, edhe këta. Sa ari keni të mbjellur për kësaj? Këtu është 2 ari. 2 ari. Po. Ta kem bo si provë që nëse ka sukses, do të mbjellim, do të shtojmë plantacion. Veç e kem bo si provë, kem provë, në kanë provë si a bonhet ajo, adin këtë rajon, mirë po ka pas sukses. Edhe ndoshta në të ardhmen, vitin tjetër, do të shtojmë. Mi shtuari? Po, mi shtuari ma shumë. Çmimi i kësaj sa është për treg? Çmimi sa është 10 euro kilogrami. 10 euro, do të është ma shtrejt se sa? Po, dhe ma shtrejt se këto. Se këto mjedër manafer, po. E nga sipërfaqja mbjellur bashkë me zonjën Shkurta, vizituam edhe hapësiren ku ajo bën për punimin e këtyre pemëve të imta. Shkurtja nuk ka arritur të përpunoj sasi të madhe të reqelit, nga se të gjitha pemet e imta po i shiten të freskta, por ato të dorës e tretë, si që thot ajo, ato që nuk shiten në treg zakonisht i përpunon. Këtu është pika grumbulluse, ose këtu ku bëj përpunimin e që të një pemëve tim të cilat i pam në furë, drez, mjeder, manafer, ta veç si po shijet këtu, me manafer reqeli, manaferës, se s'kom fillu ende mi prodhue, vetëm kom bo pak se po shkon të fresta, i mjedres, i kumbulles, mirë po se vetë kom fillu edhe me reqel të dudit ku kom pas kërkes, kom qenë pa në erë dhe më kanë kërku reqel dudit, edhe kom prodhu, dhe t'i shofim t'i kjetat se kom du vetëm edhe reqel dudit. Kjo është reqeli? Kjo reqeli dudit, ku nisë po dudit zi, kjo më kanë kërku edhe e kom prodhu një sasi e kom shit, edhe shte më kanë met. Kjo është teftonit. Teftonit? Po. Ku marrua, e në vjetërit, këtu e në si vjeti ku marrua reqeli i mjedres. Po, i mjedres. Tu i ko maqinet, kjo freza cila e danë farën, drezës, mjedres, manatherës. Kjo është si e zi reqelë mi, por në tashti po shkën krejt fest. Tu vetën klasën e tretë. Po t'i marin të freska? Po, të freska. E nuk po të bejtë ty diqka që mund është me përpunu Unë tashti fushta cilët i kanë të mjelluna, ka shumë se i kanë mjelluna, marrë klasën e tretë, se kjo 400 kg për me maru mi mbusha din këta, se për ndryshë nuk mëj mi qopë shamë me 20-30 kg. Se është masë e vogël. Se është masë, po.
Kështu ma shumë e prodhoj me të nxjerë se kur kanë prodhu për para. Sepse këta kam mirë po një maqinë dhe cila është për pasteurizim, sterilizim, a jam vynë se ta shkyp e marrë për shemë në rëqelin, ku të shprazet në tegull, aja do të më sterilizu fil. Po, e atë mundësi mua, kom pas kërkes 2-3 vite në ministri mu ka këthy negativisht për mungesë buxhetit edhe kom stagnuma. Mi pas mundësi kisha ble. Su ku i kom ble vetë këto edhe ata. Po, vetë i kom po. Jo, nuk i kom këto i kom ble vetë. Kjo është hapësira ku ju punoni? Po, ku i përpunoj. Mi pa ala nuk ja kom fillu më pak kom prodhue se jenë pje kështa zhvonë dhe në ka shkojnë fresta ma shumë. Une me qëtë plantacion të cilin e kam bjellë, une kom bajt familjen, i kom shkollu thmin edhe nuk kom pas problem. Jo dhe gjdo kush punon me vullnet, ja rejnë qëllimin. Une kom punue, kanë punu thminja, kom pas burin kra, ka përkra burri, së më ka njallë kërkon, e kom përkra burrin edhe kem arrit. Kem punu, kem këshirë punin tanë. Sot jemi ma mirë, ty bezduas vitir as në bërika s'kom më shkue. Me jetu nga? Me heq, du në vend të emrin, këto kom punu. Jo që kom bo qaq pasuni, po pasunia me e madhe se kom shkollu thmi në Kosovë. Edhe me tarduna që i ke fitu? Po, edhe me tarduna që i kom fitu me njërës. Vlerësimi prodhimit të pemëve të imta në shumë vende konsiderohet si kur të prodhosh artë e kuq, për çka nuk duen shumë investime, por edhe kthimi investimeve si dhe profiti arrihen në një afat të shkurtër.